Përshëndetje, mirë se vini në kanalin Syri i Tretë. Për ju që nuk më njihni, unë jam Sokrat Hoda. Sot, në këtë episod, do të trajtojmë një emër shumë të njohur, bëhet fjalë për Kleopatrën e Egjiptit. Kleopatra njihet si sundimtarja e fundit e Egjiptit lashtë, një figurë që bashkon politikën, inteligjencën, por edhe simbolikën. Por për te historisë zyrtare, ekziston një ide intriguese. A mund të fshe emri i saj një kuptim më të thellë, ndoshta edhe një lidhje gjuhësore që shkon përtej kufive të njohur? Në tempullin e Denderës janë gjetur paraqitje të emrit të saj në formë hieroglifike. Këto shenja përfshin simbole të tilla si luani dhe dora që i shikoni në figurë, të vendosura brenda kartuchës mbretërore. Nëse këto piktograma lexohen edhe në mënyrë simbolike, ato mund të interpretohen po njësoj. Unë sugjeroj se bashkimi i tyre krijon një emër që tingëllon i njohur në hapësirën shqiptare. Bëhet fjalë për emrin Kleodora. Kjo ide bëhet edhe më intriguese kur krahasohet me formën e emrit Kleopatra. Nëse e ndajmë këtë emër në pjesë, na delsin figurë që do të thotë Kleo, putra, pra putra e luanit, që mund të krijohet një lidhje me konceptin e putrës, një simbol force dhe mbretërimi. Kjo lidhet me figurën e saj si sundimtare strategjike, një grua që dinte të mbante pushtetin në një botë të asaj kohe, por edhe sot, të dominuar nga burrat. Nga ana tjetër, edhe gjeografia mund të shtojë një shtresë tjetër interpretimi. Për shembull, Peloponezi, me formën e tij karakteristike në formën e një putre, por edhe me qytetin në krye të saj, të quajtur Patra, mund të shihet si një putër. A është kjo një rastësi apo një mbetje e një sistemi të vjetër emërtimi ku tingujt dhe format lidhen me kuptime më të thella? Sigurisht, këto janë interpretime alternative dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin e pranuar nga gjuhësia historike apo egjiptologjia klasike. Emri Kleopatra në mënyrën tradicionale shpjegohet si me origjinë greke me kuptimin lavdia e atit. Por pikërisht këtu qëndron bukuria e kërkimit. Në pyetjet që lindin kur shohim përtej shpjegimeve standarde. A mund të jenë emrat më shumë se sa thjesht etiketa? A mbartin ato kujtime të lashta, kodet të harruara, apo lidhje midis kulturave që sot duken të largëta? Ky është një episod që hap një derë për zbulimin e të vërtetës fshehur te fjalët. Dhe episode të tilla do kemi gjithmonë. Ky ishte një shpjegim i thjesht për emrin Kleopatra. Mos harroni të na ndiqni dhe të bëni subscribe, për mua është mbështetje, dhe bëni like, bëni komente, dhe duke ju falenderuar që më ndiqni, ju uroj një ditë të mbarë dhe shihemi në episodin e ardhshëm.